Faleminderit dashura zonja që na u bashkuat, faleminderit Adriana që u bëre sebeb dhe faleminderit zoti Berisha që na u bashkuat thirrjes së zonjave. Ajo çfarë bën tipike fushatën fakt të zonjave në Partinë Demokratike këtë herë në këtë fushatë, ndryshe edhe nga fushatat, të themi nga eksperienca e fushatave në vende të tjera, qoftë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës apo vende të tjera, është se zonjat kandidata apo zonjat pjesëmarrëse në fushat janë konsideruar si zonja ku janë përdorur veshja, artikulimi, krehja, ndetja. Pra ka qenë gjithmonë një fushat ku zonjat janë përdorur të një niveli të dytë të fushatës. Dhe kjo e bën shumë të rëndësishme fushatën e zonjave në Partinë Demokratike, sepse ne po bëjmë një fushat me artikulim politik, me programin politik, dhe jemi njësoj dhe në krah edhe të zotrinjve kandidat, që ne edhe në media, por edhe pjesë Partisë Demokratike, ne përmendemi që po bëjmë fushat politike. Pra ne kemi një program, programin e Partisë Demokratike, jemi vetmja forcë politike që kemi një program, dhe këtë program e kemi për të gjitha moshat dhe për gjithë target grupet. Pra ne e kemi për studentët, ne e kemi për zonjat, ne e kemi për pensionistët zonja. Pra studentët ka një program. Ajo që përfiton sot nga minimumi jetik është pikërisht zonja, është më shumë se burrat, minimumi jetik e përfitojnë zonjat, se ata janë më shumë në shtëpi dhe janë pa përkrahje apo me përkrahje shumë të vogël. Ajo që përfiton pikërisht edhe nga kujdestarit, janë kryesisht zonjat, sepse zonjat përfitojnë kujdestarit ndaj personave që kanë në familje për kujdestari shëndetësore. Zonjat në pension, po themi përveç zotrinjve, edhe zonjat nënat tona përfitojnë pensionin minimalisht 200 euro dhe që ju rritet çdo vit. Ato që përfitojnë nga programi jonë, janë zonjat pikërisht edhe për t'i dhënë një status zonjës në shtëpi për legalizimin. Unë jam pjesë e fushatës në periferi, kryesisht në zonat periferike, bashkë me kryetarin e DG-s që i prekim për ditë. Janë objektet pa legalizuara dhe na dalin zonjat na presin në derë dhe shumë të mallëngjyra dhe shumë të shqetësuara na përkrahin programin për legalizimin. Natyrisht, edhe ne kemi gjunahet tona të viteve më përpara, por unë mendoj që ne kemi mësuar nga kjo çështje. Dhe pjesa e legalizimit në programin e Partisë Demokratike është një çështje që po përkrahet dhe po mbështetet kryesisht edhe nga zonjat. Pra këtë do duja të thoja që kjo është shumë e rëndësishme në këtë fushat, që pjesëmarrja e zonjave kandidate për deputete, krahasimisht edhe me burrat kandidat, po artikulojnë politikisht, po artikulojnë programin e Partisë Demokratike dhe po qëndrojnë shumë aktive në fushatat elektorale dhe ndoshta rrallë kemi parë këtë gjatë këtij muaji fushat që zonjat të përmenden për veshjen apo për krehjen apo për ndonjë batut apo ndonjë. Jo, ne jemi krah burrave njësoj me programin, me kontakte me njerëzit. Më eficiente se burra, jo njësoj. Po për modesti, jo njësoj, për modesti nuk po e thoja për modesti, për qenë... Po.